Erdhëm në një seksion që e lëmë për gjysë. Çfarë ka të bërë, më bërë atë. Do të bëjmë edhe një se problem. Ushtruari i sistemit energjetik shqiptar. Vidita në operatorët, gjithë pjesë me gjerikut skadës. Si jeni? Specific. Ore, ka shmirë vishën pas në ditë? Jo, kanë të veshën e punës. Pjesë që ballafaqojmë edhe pjesë në Europë, edhe përmes telefonit dhe komunikimit. Këtu është online skema e sistemit të transmetimit për pjesën 420 kV. Pjesa grafike poshtë është pjesa shkëmbimit, e cila jep programin sa kemi, dhe sa jemi dhe sa jemi devijim nga programi, pas jemi 0 devijim, pra respektojmë programin. Të kontrolojnë gjithë fluksin, në? Gjithë fluksin kontrolojnë të gjitha në nga rajone, du lidhesh me gjithë Europë. Këta në pjesë e sistemit europian. Ne monitorojmë, futemi edhe në stacionet përfide, në të Greqisë, në Malitzi, për para se të pjesë gjendja, dhe çfarë në skemë në tyre luatës, ojë të më kryer probleme në pjesë në rajon. Gjithashtu për këtu ne me komandimin e gjithë aparaturave që kemi në stacione në gjithë vendit, pra hapëm me mbyllat të kyçën për këtu, për komandim. Këtu bëhen dhe ato, ngrihen, ulen, kalojnë. Po. Gjitha bëjmë edhe komandimin automatik të prodhimit, për të ruajtur vlerën e frekuencës dhe raportit. Oraret. Po. Të gjitha janë të komanduara këtu, janë automatikisht komanduara. Dhe këtu kemi edhe impresim. Duke më dhe se zonë, duke më dhe da pian transmetimit, ishon nga detyrë që dhe përmbushme, dhe pjesa e platformë dhe përmbusha me dhëna. Ku është një platformë pasqyrimi, që dhe pasqyrojnë gjendjen tonë, por gjithashtu dhe të kuptojmë se si lëvizin flukset e vendeve fqinje dhe shkëmbimet. Është organizuar në harta kryeshme. Do po kemi në Koreane këtu në majtë, se si është shkëmbimi në Vardhia, në pizë që kemi 300 po jatën se jemi në vitin që të gjithë që po marrë në linjë. Këtë katër po linjë prapë në Marnezi 220, po marrë. Këni se 7 po javë në linjë e Kosovë, dhe 0 është linjë në mërë që kemi në besyshëm se të avër, është të ditë të shëndime. Pjesë më tanë në ekstremë kemi nivellet de tensione, si pas. Meglio che in Italia? Non lo so, andrò a controllare come sono le centrali. Meglio qui. Perché l'ultimo grido della scena. Siamo contenti così. Prodotti stabiliti. Super.
ka që është ambasador italian. Me faktin dhe inxhinierit. Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zoti Edi Rama, kryeministër i Republikës së Shqipërisë. I nderuar zoti Damian Gjiknuri, ministri i Energjisë dhe Industrisë. I nderuar zoti Alberto Cutillo, ambasador italian në Shqipëri. Të nderuar miq të ftuar në këtë ceremoni. Operatori i sistemit të transmetimit organizon sot ceremoninë e inaugurimit të qendrës dispetcher kombëtare si një objekt i një rëndësie të veçantë për sistemin elektroenergjetik të Shqipërisë. Ju ftoj bashkërisht të ndjekim një video prezantim të OST-s të përgatitur enkas për ju.
Operatori i sistemit të transmetimit OST është një kompani publike e krijuar në vitin 2004. Operatori i sistemit të transmetimit realizon operimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e rrjetit të transmetimit në Republikën e Shqipërisë. Rrjeti i transmetimit përbëhet nga 14 nënstacione transformuese 400-220 kV, 400-110 kV dhe 220-110 tensioni mesëm, me një fuqi të instaluar 3756 MVA, si dhe nga 2895 km linja transmetimi, me nivel tensioni 110 kV, 220 kV dhe 400 kV. Rrjeti shqiptar i transmetimit është i interkonektuar me vendet e rajonit, me Greqinë, Malin e Zi dhe Kosovën, me linjat e interkoneksionit 400 kV dhe 220 kV. OST ka realizuar projekte të rëndësishme për një zhvillim të modernizuar të rrjetit të transmetimit, duke reabilituar nënstacione transformuese dhe rikonstruktuar linja të vjetra. Gjithashtu, duke ndërtuar linja të reja për transmetimin, si ajo e interkoneksionit 400 kV me Malin e Zi dhe Kosovën. Qendra e re kombëtare Dispatcher është e pajisur me një platformë të sistemit të kontrollit SCADA EMS, sipas standardeve teknologjike europiane. Sistemi SCADA realizon monitorimin dhe operimin në kohë reale në të gjithë nënstacionet 400-220 kV, nënstacionet kufitare të OST-ve fqinje, si dhe pjesën më të madhe të nënstacioneve 110 kV. Sistemi i kontrollit automatik, fuqi i frekuencë AGC, realizon procese në kohë reale, të cilat rregullojnë gjenerimin e energjisë, duke ruajtur frekuencën e sistemit dhe programet e shkëmbimit në përputhje me vlerat e përcaktuara. Aktualisht, nën kontrollin e AGC janë 3 hidrocentralet më të mëdha të Shqipërisë, Fjerza, Komani dhe Vauidejes. Sistemi EMS është i pajisur me aplikacione të cilat nëpërmjet studimeve të brendshme realizojnë optimizimin e gjendjes së sistemit elektroenergjetik. Këto aplikacione mundësojnë studimin, analizimin dhe parashikimin e shpërndarjes së flukseve të fuqisë. Qendra kombëtare Dispatcher, me sistemet e reja në operim, realizon grumbullimin e të dhënave dhe operimin në kohë reale të sistemit elektroenergjetik shqiptar. OST synon zhvillimin dhe modernizimin e sistemit të transmetimit me projekte të rëndësishme si ndërtimi i linjës së re të interkoneksionit 400 kV Shqipëri-Maqedoni, reabilitimi dhe ndërtimi i nënstacioneve dhe linjave të reja të transmetimit. OST e ka ngritur sistemin e transmetimit në standardet e nivelit europian dhe do vijojë të ofrojë një shërbim cilësor dhe të sigurt për të gjithë përdoruesit e sistemit të transmetimit. Fjalën e hapjes së kësaj ceremonie e merr zoti Ëngjëll Zeqo, administratori i operatorit të transmetimit. I nderuar kryeministër zoti Edi Rama, i nderuar ministri i Energjisë dhe Industrisë zoti Damian Gjiknori, i nderuar shkëlqësia juaj ambasadori i Republikës Italisë në Shqipëri zoti Alberto Coutinho. Të nderuar pjesëmarrës, kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjen dhe t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në ceremoninë e inaugurimit të qendrës së re kombëtare Dispatcher. Ky projekt është një ndër më të rëndësishmit të implementuar nga operatori i sistemit transmetimit dhe i ka munguar për 25 vite me radhë sistemit elektroenergjetik shqiptar. Projekti është financuar nëpërmjet një kredie të dhënë nga qeveria italiane nëpërmjet kooperacionit italian me një vlerë totale 23 milion euro, ku 7 milion euro për ndërtesën dhe 16 milion euro për sistemin e ri të kontrollit. Në këtë rast, dëshiroj të falenderoj qeverinë italiane, Kooperacionin Italian dhe gjithë institucionet e tjera financiare ndërkombëtare për mbështetjen e dhënë në fuqizimin e rrjetit të transmetimit të Shqipërisë nëpërmjet financimit të projekteve madhore në këtë fushë. Gjithashtu falenderoj qeverinë shqiptare për vëmendjen e veçantë që ka treguar këto vite të fundit për sektorin e energjisë. Falë kësaj mbështetje, në vitin 2014 u arrit të zhbllokohet problematika e krijuar ndër vite me këtë projekt dhe të filloi puna për përfundimin e tij. 2 vjet më parë, gjendja në cilin ishte ky projekt e bën të vështirë të mendojë se do të përfundonte në një kohë të shkurtër dhe do të ishte sot një ndër qendrat kombëtare Dispatcher më të reja dhe më moderne në Europë. Ndërtesa e re ofron kushte të bashkëkohore pune jo vetëm për punonësit të OST-s,
por është e pajisur me mjetet përkatëse për laboratorët e matjes, mbrojtjes rele, automatikës dhe telekomunikacionet. Qendra Kombëtare e Dispeserëve është e pajisur me platformën e menaxhimit të sistemit elektroenergjetik. Kjo platformë ka të instaluar sistemet të kontrollit SCADA EMS, si dhe servat, monitorët dhe facilitetet e tjera të nevojshme për funksionimin e këtij projekti kompleks që shtrihet në gjithë objektet kryesorë të sistemit elektroenergjetik. Platforma e menaxhimit të sistemit elektroenergjetik ofron një sër funksionesh analizuese të rrjetit. Këto funksione analizuese ekzekutohen në kohë reale dhe duke ndikuar kështu në vendimarrje gjatë manevrimeve të mundshme. Platforma e menaxhimit të rrjetit energjetik ofron një mjedisje në inkuirajon të mësuarit, duke i mundësuar operatorët që të menaxhojnë sistemin energjetik në mënyrë sa më optimale. Kjo platformë është mjaft të hapur dhe lejon integrimin e sistemeve të tjera duke ruajtur nivelet e larta sigurie. Funksionet kryesore që mundësohen nga platforma e menaxhimit të SES janë të organizuar në 3 module kryesore: SCADA, sistemi monitorimit të operimit në kohë reale, EMS, sistemi analizimit të rrjetit, AGC, kontrolli automatik fuqi frekuencë. Sistemi SCADA realizon monitorimin dhe operimin në kohë reale në gjithë në stacionet 220-400 kV, në stacionet kufitare të OST-s, fqinje dhe në pjesë më të rëndësishme të në stacionet 110 kV. Ndër funksionet kryesore që ofron moduli SCADA janë grumbullimi të dhënave nga pajisjet instaluara në stacione dhe transmetimi i tyre nëpërmjet rrjetit të telekomunikacionit në mënyrë qendrore të sistemit në qendrën dispeser kombëtare. Monitorimi në kohë reale të dhënave të sistemit elektroenergjetik, komandimi nga distanca e elementeve të sistemit energjetik, shkëmbimi të dhënave në kohë reale me OST fqinje dhe shumë funksione të tjera. Sistemi EMS në funksionet kryesore që ofrohen nga ky modul janë: fotografimi i gjendjes momentale të sistemit të energjisë, ndërtimi i modelit të rrjetit, analiza e shpërndarjes së fluksit, analiza e sigurisë, parashikimi në avancë nga ngarkesës bazuar nga historiku i temperaturës, dhe stakimi automatik i ngarkesës. Sistemi në funksionet që realizon moduli kontrolli automatik fuqi frekuencë janë: mbledhja në kohë reale të dhënave në centralet në linjat e interkoneksionit, importimi automatik i programit të planifikuar të shkëmbimit të energjisë dhe të frekuencës, përpunimi i këtyre dhënave në SCADA dhe llogaritja në kohë reale totale të gjenerimit, totale të shkëmbimit, si dhe devimet nga frekuenca për shkëmbimet të planifikuara. Komandimi i njësive gjeneruese në kohë reale apo ulje apo rritje të gjenerimit sipas nevojave. Si dhe shumë funksione të tjera që realizohet nga ky modul. Realizimi i këtij projekti ka qenë domosdoshmëri për operimin e sistemit tonë elektroenergjetik në paralel sinkron me rrjetin evropian të transmetimit në një treg rajonal të integruar në përputhje me të gjithë kriteret teknike. Qendra Kombëtare e Dispeserëve e pajisur me këtë sistem kontrolli ka qenë kushti kryesor për andrastimin e OST-s në rrjetin evropian të operatorëve të sistemit transmetimit për energjinë elektrike (ENTSO-I). Plotësimi i kriterieve teknike nga OST çojnë në shkrim në marrëveshjet afatgjatë për operimin sinkron të sistemit të transmetimit shqiptar me sistemin evropian të transmetimit, marrëveshje që firmosur vitin e kaluar. Në qendrën e Dispeser, në operim, OST realizon të gjithë proceset që realizohen nga OST-t anëtarë të ENTSO-I-s. Sot stafi i OST-s merr pjesë në të gjithë vlerësimet teknike dhe në trajtimet me simulime në kohë reale që realizohen nga ENTSO-I. Së fundi dëshiroj të theksoj se OST, mbështetur në strategjinë e qeverisë shqiptare për sektorin elektroenergjetik, e ka ngritur sistemin e transmetimit në standardet evropiane dhe ka një plan të qartë zhvillimi për të garantuar në vazhdimsi një shërbim cilësor dhe të sigurt për të gjithë përdorësit e sistemit transmetimit, prodhues, konsumator apo tregtar të energjisë elektrike. Edhe një herë duke u falendëruar për pjesëmarrjen, është kënaqësi që ju jeni sot këtu. Fjalën e merr zoti ambasador, zoti Alberto Coutinho. Onorevole Primo Ministro, nderuar kryeministër, ministri Gjiknuri, administratori Zeqo, autoritetet të pranishëm, zonja dhe zotrinj, me një kënaqësi të madhe dhe mund të them dhe me një krenari të veçantë marr pjesë sot në përurimin e qendrës së dispečerisë dhe të telekontrollit të energjisë elektrike shqiptare, që është dhe seli e zyrave të reja të operatorit të transmetimit të energjisë elektrike shqiptare, OST, bëhet fjalë për një infrastrukturë që mund ta quash shumë prestigjioze dhe kjo duke edhe nga vizita që bëm tani, e cila më la një përshtypje shumë të madhe. Pra bëhet fjalë për një infrastrukturë me një rëndësi strategjike për Shqipërinë, sepse këtu brenda saj është dhe sistemi SCADA EMS, i cili është thelbësor për përshtatjen e sistemit elektrik kombëtar shqiptar në rrjetin evropian të operatorëve të transmetimit
elektrike ENTSO-E, e questo rappresenta una I tappa cili necessaria përfaqëson e një fazë importante të nel processo di nevojshme integrazione dhe të rëndësishme në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë L'evento quindi di në oggi è Evropë. di particolare Aktiviteti sotëm pra është një krenari e veçantë dhe kënaqësi për vendin tim dhe për Shqipërinë, sepse kjo qendër, sistemi SCADA dhe nisma të tjera të rëndësishme të lidhura me të janë realizuar me një financim të kooperacionit italian, siç tha dhe drejtori Zeqo, prej 23 milion eurosh. Dhe prandaj sot jam dhe shumë i lumtur që shoh të valvitet për krah flamurit shqiptar dhe flamurit evropian dhe flamuri italian si dhe një targ që kujton këtë kontribut të kooperacionit italian për Shqipërinë. Dua vetëm të theksoj që përveç këtij kontributi Italia do të vazhdojë të bashkëpunojë në zhvillim të sistemit elektrik në Shqipëri. Bëhet fjalë për një program shumë të gjerë të zhvilluar deri tani prej më se 100 milion eurosh, i cili ka bërë të mundur edhe ndërtimin e në stacionit Tirana 2 dhe të linjës prej 400 kilovolt që lidh Elbasanin me Tiranën. Por ne kemi projekte edhe për të ardhmen në kuadër të këtij programi. Për momentin janë parashikuar dhe 2 ndërhyrje të tjera të rëndësishme për zhvillimin e rrjetit elektrik shqiptar, të rrjetit SCADA në të gjithë vendin dhe sidomos në jug të vendit, të cilat do t'i lejojnë Shqipërisë një menaxhim optimal të energjisë elektrike në respekt të normave evropiane që rregullojnë shkëmbimet nga një vend në tjetrin të flukseve elektrike. Dua ta përmbyll këtu me një falënderim për ndërmarrjet italiane që kanë bërë të mundur realizimin e kësaj infrastrukture. Për aktivitetin e sotëm në mënyrë të veçantë dua të falenderoj ABB-n Itali, e cila është lider në nivel botror për teknologjinë dhe energjinë. Dua të falenderoj stafin e Ministrisë Energjisë, stafin e operatorit të transmetimit OS dhe stafin e kooperacionit italian. Të tre këto institucione, këto organizma kanë bërë një përpjekje të përbashkët dhe kanë mundur t'i kalojnë me sukses fazat kritike të këtij programi, i cili është një program i ndërlikuar qoftë nga pikpamja teknike, qoftë nga ajo menaxheriale, por që ka përfunduar me sukses dhe në sajt të kësaj përpjekje ne jemi sot duke bërë këtë përurim. Faleminderit. And now the floor to the Minister of Mirëdita të gjithëve, zoti kryeministër, i nderuar administrator, i nderuar ambasador, është realisht kënaqësi e madhe këtu për mua, siç për gjithë ne që marrim pjesë në një ceremoni të inaugurimit të një nga veprat më të rëndësishme energjetike. Qofse do ta krahasoja me organizmin e njeriut, këtu sot kemi trurin e sistemit elektroenergjetik shqiptar. Ashtu siç OST-ja është pjesa gjithë strukturore, pra palca kurizore dhe kocka e gjithë sistemit elektroenergjetik shqiptar, i cili funksionon si një tër. Po faktikisht ne kemi filluar me investimin modern nga truri i këtij sistemi, i cili do të hap rrugë për mundësi shumë të mëdha për zhvillimin e sektorit elektroenergjetik shqiptar. Jo vetëm fakti që ky investim bëri të mundur që Shqipëria të pranohet në familjen europiane për sa i përket sektorit elektroenergjetik, dhe kjo duhet ditur. Pra sot ne jemi antar me drejta të plota si të gjithë vendet e tjera europiane, deri dje nuk kishim për shkak të këtij investimi, por kjo do të hap rrugën edhe për reforma dhe thella që po ndërmarrim për sa i përket tregut elektroenergjetik. Kjo mundson krijimin e bursës elektroenergjetike, ku OST-ja do të jetë pjesë, ashtu si shteti shqiptar, por dhe partnerët e tjerë privat, që do të bëjmë mundur që dhe energjinë elektrike ta trajtojmë si një mall shumë të rëndësishëm, ashtu siç e trajtojnë dhe vendet e tjera në një bursë. Por kjo nga ana tjetër, forcimi i këtij rrjeti energjetik, sidomos e operatorit të sistemit transmetimit, edhe me linjat e interkonektivitetit, siç është ajo e Maqedonisë që do të fillojë shumë shpejt, apo ajo e Kosovës që do ta inaugurojmë muajin tjetër, e bëjnë të mundur që Shqipëria të jetë plotësisht e integruar fizikisht me rrjetin energjetik evropian. Pra përveç faktit që kemi teknologji për sa i përket kontrollit, kemi dhe lidhje direkte me gjithë rajonin. Kjo do të hap mundësi të mëdha
për të gjitha investimet private në burimet që Shqipëria i ka me shumicë. Dhe fakti po ndodh, po vinë investime të nda në sektorin elektroenergjik edhe pa garancinë e blerjes të energjisë nga investitor serioz me vlera të mëdha, duke forcuar kapacitetet prodhuese në Shqipëri, dhe ky është një sinjal i mirë. Pse? Për shkak të besimit në investimet që po bëhen në infrastrukturën elektroenergjike, në reformat që po ndërmarren, por njëkohësisht në besimin që po krijohet se tregu shqiptar tashmë ka likuiditet. Nuk është më i pari që vuande për pagesa, nuk është më i pari që pjesa më e madhe e energjisë vidhej apo shpërdoroj. Përkundrazi, energjia që qytetarët dhe konsumatorët po e paguajnë në mënyrë të rregullt, po kthehet në këto investime kaq të mëdha. Siç janë investimet e këtij viti, që duhet të them një shifër dhe që duhet ta mbajnë mend të tërë, këtë vit në sektorin elektroenergjetik nga pjesa publike, pra nga kompanitë publike, do të investohet 21 miliard lekë të reja. Do të thotë mbi 150 milion euro që deri dje shkonin për të mbyllur gropat e vjedhjeve apo parat buxhetit shtetit që hiqeshin nga sektorë tjerë aq të domosdoshëm dhe shkonin për të mbuluar gropat e keq menaxhimit. Përkundrazi, sot po investohet në këtë sektor me të ardhurat e veta dhe sektori po fillon e pori më këmbët. Megjithëse është një rrugë e gjatë, nuk është se gjithçka ka mbaruar, është një rrugë shumë e vështirë, ne e dimë shumë mirë, specialistët e dinë shumë mirë të fushës që reformat në sektorin energjetik janë shumë të vështira. Edhe vendet e rajonit, madje më të përparuar se ne, kanë problemet më të mëdha me sektorin elektroenergjetik. Por aty ku ka vullnet fort, ka dhe një vizion të qartë, dhe qeveria nuk e trajton energjinë thjesht si një mall elektoral, por e kthen në dobit publikut me investime dhe me politikat e dhura, procesi ecën, reformat kryen dhe realisht edhe popullsia merr atë që meriton dhe qeveria me krenari thotë që atë që po e bëjmë për perspektivën e këtij vendi dhe po hapim mundësi qoftë për investime private, po qoftë për të patur një siguri energjetike dhe çmime të qëndrueshme për popullatën në sektorin elektroenergjetik. Kështu që unë realisht duhet të përgëzoj punën e mirë të bërë, duhet të falenderoj Republikën Italiane për ndihmën e dhënë, nga ana tjetër duhet t'i them publikut shqiptar që së bashku me qeverinë italiane do përfundojmë, besoj, brenda një viti dhe një projekt të rëndësishëm për të elektrifikuar në kuptimin europian të fjalës të gjithë jugun e Shqipërisë, pra Bregdetin shqiptar. Bregdeti shqiptar, për shkak të investimeve të OST-s me linjën 110, për shkak të stacioneve të reja që fillojnë këtë vit, që janë tenderuar, dhe për shkak të procedurave të fundit që po ndjekin me kooperacionin italian, do të ketë një rrjet elektroenergjetik modern dhe nuk do të kenë më pushuesit shqiptar apo të huaj probleme me energjinë elektrike. Edhe një herë ju uroj sukses dhe kam kënaqësinë të ftoj, mase po ja marr fjalën zonjës, kryeministrin për të vazhduar këtë ceremoni. Sparim lejonit përshëndes të gjithë ata që janë në këmbë. Ata janë pjesa më e rëndësishme e këtij investimi. Vajza, djem, gra dhe burra që me profesionalizëm dhe më në fund dhe me kushtet e krijuara do ta transformojnë këtë tru të ri të sistemit elektroenergjetik shqiptar në një qendër strategjike graviteti për gjithë ecurinë e mëtejshme të sistemit dhe mbi të gjitha për të siguruar që reformat tona zbatohen me një efektshmëri shumë të lartë. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj vërtet çdo të mirë, sepse jeni njerëzit që e keni mbajtur në këmbë këtë qendër në kushte tmerrsisht vështira. Mua më kujtohet fare mirë se si në mars të vitit 2014, kur së bashku me ministrin edhe me drejtorin, të cilin gjej rastin ta falenderoj përzemërsisht për përkushtimin, profesionalizmin, po mbi të gjitha për vullnetin e tij të hekurt, vendosëm që ta transformonin këtë qendër nga një zonë e përmbytur, këtu ka plot dëshmitar të faktit që kjo zonë përmbytej me ujë dhe një kontratë e nënshkruar 8 vjet më parë
me qeverinë italiane për të realizuar këtë që kemi sot përpara syve, ishte braktisur plotësisht. Gjithçka ishte shkuar në drejtim të paditur. Unë jam shumë krenar sot që Shqipëria ka një qendër të këtyre standardeve dhe që sistemi ynë elektroenergjetik disponon një tru elektronik të këtyre përmasave dhe të kësaj cilësie. Jam shumë krenar, por ju siguroj që kjo nuk do të thotë se jam i kënaqur. Jam njeriu më i pakënaqur me të gjitha gjërat, sepse kam vetdijen që kemi bërë shumë, por mbetet shumë më tepër për të bërë. Dhe kjo nuk është thjesht për të thënë një fjalë rrethanash, por është një vërtet që më udhëheqin punën time dhe na udhëheqin punën tonë. Nuk kemi se si mos jemi krenar kur në rrugën e reformave po i kthejmë publikut, hap pas hapi, mes shumë vështirësive, pak nga pak, atë çka shqiptarët po investojnë për reformat dhe atë çka kanë investuar për reformën jetike në sistemin elektroenergjetik. Një sistem i cili ishte tërësisht i përmbytur nga borxhet, nga korrupsioni, nga hajdutria dhe tërësisht i paralizuar në raport me ambicien e Shqipërisë për të qenë një vend normal europian që aspiron të bëhet pjesë e familjes europiane. Sot, fal përfundimit me këtë cilësi të këtij investimi strategjik, ju e keni integruar Shqipërinë në familjen europiane, pasi kemi hyrë në sistemin europian të monitorimit, konsumit, shpërndarjes, shkëmbimit të energjisë. Puna për këtë projekt me një vlerë të konsiderueshme filloi në mes të vitit 2014. Dhe sot realizimi i këtij projekti ka sjell antarësimin e operatorit të transmetimit në rrjetin europian të operatorëve të sistemit të transmetimit për energjinë elektrike. Pra, në këtë aspekt ne jemi të integruar në Bashkimin Evropian. Ndërsa përfitimet e drejtë për drejta për vendin tonë, për publikun tonë, për ekonominë tonë dhe në rrugën e ndërtimit të mirëqenies për njerëzit tanë janë mos e qartë. Kjo qendër na mundson një shfrytëzim optimal të rrjetit të transmetimit. Na mundson një optimizim në përdorimin e burimeve tona të energjisë. Pra, duke vazhduar me krahasimin që bëri ministri me organizmin e njeriut, ky sistem siguron një qarkullim racional të gjakut në të gjithë organizmin, duke i dhënë fund një historie keq shfrytëzimi dhe shpërdorimi të burimeve të prodhimit të energjisë, të cilat pa këtë sistem ishin jashtë kontrollit. Por detyrimisht rritet cilësia e operimit dhe rritet besueshmëria në sistem. Besueshmëria në sistem
që vjen si një hap i ri në rrugën e forcimit besimit tek reforma rrënjësore që ne ndërmorëm, na jep një pozicion shumë më të favorshëm negocius edhe me investitorët. Janë bërë shumë koncesione në të shkuarën. Janë dhënë qindra të drejta për të ndërtuar hece lart e poshtë për Shqipëri, nga më të mëdhat deri te më të vegjëlit. Por ne jemi shumë krenar që në ato pak raste që ne kemi nënshkruar kontrata koncesionare, e para i kemi dhënë fund praktikës së dhënies garancive nga ana e shtetit për blerjen e energjisë privatit në kurriz të konsumatorit dhe të buxhetit shtetit, dhe e dyta, kemi çelur rrugën për tregun e hapur dhe të lirë energjetik. 300 milion euro do të investohen në sistem për të rritur prodhimin e energjisë. Por nga ana tjetër, sistemi ynë sot është i tillë që garanton ndërveprimin e Shqipërisë me vendet e tjera, dhe siç e nënvizoi njëri nga parafolësit, nuk e di drejtori apo ministri, brenda qershorit ne do të jemi në eventin e jashtëzakonshëm, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Kosovën, jo vetëm për lidhjen e tregut, por edhe për forcimin e lidhjeve mes Shqipërisë dhe Kosovës në rrugën e bashkimit kombëtar ekonomik, për të çelur dhe për të vënë në funksionim linjën e interkoneksionit me Kosovën. Një tjetër investim strategjik i vonuar për vite të tëra, që hap një perspektivë tërësisht të re për Shqipërinë dhe për Kosovën. Nga ana tjetër, përfundimi i lidhjes tjetër me Maqedoninë është objektivi ynë afatmesëm. Dhe garantimi përfundimtar i mundësive të plota për Shqipërinë që të racionalizoj dhe të optimizoj në funksion të ekonomisë, në funksion të mirëqenies së njerëzve tanë, këtë pasuri të madhe kombëtare, që është pasuria që vjen prej burimeve të prodhimit të energjisë, e cila deri dje ishte mall pa zot. Investimi i garantuar për të filluar ndërtimin e linjës së interkoneksionit me Maqedoninë është as më shumë as më pak, po një tjetër përfitim që kemi marrë nga reforma, e cila na ka bërë të besueshëm në raport me partnerët tanë ekonomik ndërkombëtar, por na ka bërë dhe shumë të besueshëm politikisht në rajonin tonë. Nga ana tjetër, i gjithë ky proces, padyshim, është i lidhur edhe me çuarjen përpara të projektit madhor të TAP-it, që do të shtojë sigurinë energjetike dhe do të ndihmojë drejt për drejt në rritjen ekonomike dhe në hapjen e vendeve të punës. Por ne nuk kemi mbetur aty. Nga njëra anë, po negociojmë me TAP-in atë çka pararësit tanë as nuk e qua në përmend, pjesën që i takon Shqipërisë, me të njëjtat parametra dhe për të njëjtat arsye që Greqia dhe vendet e tjera e kanë marrë atë pjesë. Dhe nga ana tjetër, ne kemi filluar punën intensive
Ministri ynë i energjisë po udhëheq procesin për të siguruar gjithë elementet e duhur në mënyrë që të fillojmë dhe me gasjellsin Adriatiko-Jonian, që do të lidh vendin me Malin e Zi, Bosnjën dhe Kroacinë, krahas korridorit Adriatiko-Jonian, apo asaj që ne e quajmë korridori i kaltër, rruga që ka marrë miratimin si projekti prioritar në kuadrin e bashkëpunimit rajonal iniciuar me procesin e Berlinit. Gjendja e sektorit në këta 32 muaj ka ndryshuar rrënjësisht. Reforma tarifore në sistemin elektroenergjetik, zgjidhja me dinjitet, por edhe me seriozitet përpara gjithë partnerëve ekonomik në treg e konfliktit me Çezin dhe operacioni historik për të vendosur në binarët e lishmërisë marrëdhënien mes konsumatorëve dhe operatorit shpërndarjes, na kanë sjell në një pozicion jashtëzakonisht më të favorshëm. Jemi krenar për këtë. Por kjo s'do të thotë që jemi të kënaqur. Jemi të parët që jemi të pakënaqur, sepse e kemi shumë të qartë se çfarë mbetet për të bërë. Dhe ajo që mbetet për të bërë është pjesa e luanit. Në ç'kuptim? Në kuptimin që e gjithë kjo përpjekje kombëtare e përbashkët duhet të materializohet drejt për drejt si përfitim në ekonominë e vogël familjare. Nuk po hy në shifrat e uljes së humbjeve në rrjet, nuk po hy në shifrat e sasisë së energjisë faturuar, apo në arktimet e faturave të energjisë. Po ju them vetëm një shifër. 68% më shumë këto të fundit se sa në vitin 2013. Është një kapërcim epokal. Dhe nëse vitin 2012 OSHE-ja e mbylli me $320 milion humbje, vitin 2015 kompania e mbylli me një fitim prej $70 milion. Çfarë do të thotë? Do të thotë që nëse deri kur ne nisëm këtë reformë, taksapaguesit, ata që paguanin energjinë, ata që paguanin edhe taksat përveç energjisë, duhet paguanin përmes buxhetit shtetit, mesatarisht $150 milion çdo vit për të shlyer vjedhjet dhe për ta mbajtur sistemin në këmbë. Jemi sot në momentin kur jo vetëm që nuk paguajmë $150 milion si taks për hajdutët, por investojmë $150 milion si rezultat i përpjekjes përbashkët për ta kthyer sistemin nga një grop që thithte paratë e njerëzve më të ndershëm dhe atyre që asnjëherë nuk i bënin bisht ligjit, në një burim mirëqenie ekonomike dhe sociale. E përsëris, të gjitha këto na bëjnë krenar, por të gjithë duhet ta dinë se unë që flas si kryeministri i vendit, jam njeriu më i pakënaqur sot. Për arsyeën e thjeshtë sepse jam i vetëdijshëm për padurimin e njerëzve, jam i vetëdijshëm për pritshmërinë e lartë, jam i vetëdijshëm për sakrificat e tyre për të përballuar
dhimbjet e reformave dhe jam plotësisht i vetëdijshëm se sa shumë akoma ka për të bërë. Më lejoni që t'ju kujtoj edhe diçka të fundit. Ne çelëm një epokë të re, duke vendosur një vit kuqe dhe duke thënë qartë, energjia nuk është dielli apo shiu që prodhohet nga forca eprore, Zoti apo natyra, zgjidheni vetë, dhe secili mund ta marrë sipas qefit pa e paguar. Energjia nuk është as mall elektoral që partit në pushtet e tregtojnë në këmbim të vota. Energjia është një pasuri e madhe kombëtare, ndaj cilës të gjithë kemi përgjegjësi, të gjithë kemi detyrime dhe për cilës do të marrim mbrapsht përfitimet nga mirë administrimi i kësaj pasurie. Në këtë vit kuqe, ne ndërtuam mbi këtë vit kuqe gjithë këtë proces. Dhe një nga aspektet e procesit është edhe një shifër shumë e rëndësishme. Rënja e sasisë së energjisë konsumuar, pra kursimi i energjisë si rezultat i rritjes së vetdijes se nëse e konsumon duhet ta paguash. Prandaj mos e konsumo më shumë se ç'do duhet. Konsum katastrofik që erdhi si rezultat i faktit se ishte mall pa zot. Rënja është drastike. Pothuajse 7%, por për vitin 2015 konsumi i energjisë elektrike shumë e rëndësishme nga konsumatorët familjarë për nivelin deri në 300 kW është ulur në 42%. Ja pra se çfarë ka sjell heqja e fashës. E fashës që u vu për të mbrojtur të varfrit dhe pas cilës u fshehën të gjithë spekulantët që ishin më të pasur. U fshehën të gjithë ata që jo se s'kishin mundësi ta paguajnë energjinë, po gjetën shteg për të mos e paguar atë. Kemi shumë për të bërë dhe mezi pres që brenda qershorit t'u japim shqiptarëve një lajm që e kanë pritur 25 vjet. Do të paguajnë atë që konsumojnë. Dhe faturat a forfe nuk do të ekzistojnë më. Është një lajm me një rëndësi të madhe, jo thjesht ekonomike, por mbi të gjitha me një rëndësi të madhe për barazin përpara ligjit dhe detyrimeve të secilit. Nuk mundet dot të ndërtojmë një shtet serioz dhe të bëhemi një vend serioz me një shoqëri serioze me fatura forfet. Duke i faturuar dikujt që është i rregullt më shumë se sa çfarë ka konsumuar. Aq më tepër sot kur kemi vetdijen e plot se me hir, me pa hir, me dëshirë, me gjysmë dëshire, sidoqoftë masivisht shqiptarët e mbështeten reformën. Dhe masivisht prindrit vendosën që të mos shqyen të ardhmen e fëmijëve, të mos jetojnë në kurriz të fëmijëve, që do thotë të mos stër konsumojnë sot duke vjedhur apo duke mos paguar për t'ia lënë pas gropën hapur gjeneratës tjetër. Po nuk është vetëm heqja e forceve. Është edhe ndarja e suksesit. Ky nuk është një sukses
për cilin ne pretendojmë monopolin. Ne, qeveria, ne, partit që qeverisim. Ky është një sukses i përbashkët. Është suksesi i përbashkët i qeverisë dhe i të gjitha atyre familjeve dhe konsumatorëve që e bën të mundur të sukses duke ju nënshtruar përfundimisht rendit ligjor në sistem. Është suksesi i përbashkët i të gjitha atyre pensionistëve, i të gjitha atyre invalidëve, i të gjitha atyre familjeve në nevojë, i të gjitha atyre prindërve as pak të pasur, që kur nuk i bën bisht faturës energjisë, por është e suksesi i përbashkët me ata 320.000 konsumatorë që pranuan të nënshkruajnë marrëveshjen e re dhe të shlyejnë hap pas hapi detyrimet e tyre të parambetura. Dhe këtë sukses përbashkët ne duam ta ndajmë, jo se duam, po se kemi detyrim, me më shumë investime. Kam pasur krenarin që bashkë me Ministrin e Energjisë të shkojmë në zona ku prej 20 e kusur vitesh energjia mbeti një luks. Ndezja e dritës mbeti një luks. Pa llogaritur që kur drita ndezej, dridhej sigurisht në ethet finale përpara fikjes. Dhe në ato zona po bëjmë investime masive, të cilat jo vetëm do të çojnë energjinë me cilësi të plot, por pa afërfe dhe duke siguruar barazinë e të gjithëve përpara ligjit. Vetëm një gjë duhet të jetë e qartë. Kush mendon se mund vazhdoj akoma të iki këtij detyrimit kombëtar, publik, po dhe individual në raport me këtë pasuri të madhe, duke thyer matsin, do të ndëshkohet ashpërsisht. Askush nuk do të fitojë asgjë nga thyerja e matsit. Po bëjmë një investim masiv për të bërë të mundur që më në fund, pas 20 e kusur vitesh, të gjithë konsumatorët të kenë matsin e tyre. Është edhe kjo një mundësi që na e krijoi reforma dhe që na e krijoi fakti që nuk kemi më nevojë të harxojmë para për të mbushur gropën e vjedhjeve, por parat mund t'i harxojmë për të përmirësuar sistemin. Por macat, se cili do ta di, janë aty si kontribut i shoqërisë, si kontribut i të gjithë atyre që e paguajnë energjinë elektrike, si kontribut i të gjithë atyre që paguajnë taksat. Dhe askush nuk duhet të guxojë të mendojë se duke thyer matsin mund të vazhdojë të marrë energji pa u ndëshkuar. Ndëshkimet do të jenë shumë të ashpra. Sigurisht që jemi shumë krenar për faktin se bëm gjithë të reformë pa e rritur çmimin e energjisë. Pa e rritur çmimin e energjisë. Fakt i konstatuar botërisht nga organizma ndërkombëtare, fakt i konstatuar publikisht edhe nga ere në një analizë profesionale të qartë. Nuk është rritur çmimi i energjisë. Përkundrazi, ka pësuar një ulje të lehtë. A mjafton? Nuk mjafton. A jemi të kënaqur? Absolutisht jo. Sepse duam që të shkojmë më tutje. Duam që të shkojmë drejt uljes së mëtejshme të çmimit. Duam që të shkojmë drejt përmbushjes së zotimit për të vëshën energjisë konsumatorë familjar, por të gjithë do ta kuptojnë se nëse ka një njeri në këtë vend që është i dëshiruar më shumë se kushdo tjetër që këto gjëra të bëhen më i herë dhe të ndodhin sa hapën mbyll syt, ky jam unë.
por kjo nuk është e mundur. Kush thot të kundërtën, bën shaka. Tallet. Bën cinikun. Duke dashur të shfrytëzoj padurimin dhe pritshmërinë e lartë që unë jam shumë krenar që mbetet ende shumë e lartë për qeverinë tonë. Por ne jemi në atë rrugë. Drejtimi është i duhuri, vendosmëria është e duhura dhe pa dyshim më e rëndësishmja, vizioni është i duhuri. Falenderimi për qeverinë italiane nuk është i rasti. Qeveria italiane në të gjithë këto 25 vite tranzicion, pavarësisht se kush ka qeverisur në Itali, e majta apo e djathta, ka qenë dhe mbetet partneri ynë më kuptimplot në çdo përpjekje dhe jo thjesht partneri, por një vend mik, një qeveri mike, një popull mik që ka kontribuar për Shqipërinë edhe përtej interesave të veta ekonomike. Kooperacioni italian nuk është interes i drejt për drejt ekonomik i Italisë. Janë para të popullit italian, që bujarisht qeveritë e Italisë i kanë vënë dispozicion të popullit shqiptar. Sigurisht që investitorët italian do të përfitojnë nga këto transformime. Por ky është një përfitim indirekt. Dhe jam shumë i keqardhur që projekte të tilla, një projekt si ky, i cili mund të ishte realizuar në 2008, mund të ishte realizuar në 2009, mund të ishte realizuar në 2010, mund të ishte realizuar në 2011, mund të ishte realizuar në 2012, mund të ishte realizuar në 2013, realizohet sot. Pse? Për munges plot vizioni, për munges plot vullneti, dhe mbi të gjitha për një arsye thelbësisht kulturore, cila deri dje energjia ishte mall elektoral për ata që qeveristen. Sot është pasuri kombëtare e çmuar si e tillë dhe për cilën të gjithë kemi detyrimet tona. Konsumatorët kanë detyrimet e tyre, autoritetet kanë detyrimet e tyre. Shumë faleminderit ambasadorit, përmes ambasadorit qeverisë italiane, dhe jam i bindur që pavarësisht se nga një herë për fat keq harrohet kjo, Italia vazhdon dhe mbetet jo një partner, po një mik me një rëndësi të madhe, një mik që kemi pasur pranë në ditët më të vështira, në orët më të kopshme të kësaj periudhe historike ku kemi parë jo pak të këqija. Dhe do vazhdojmë të bashkëpunojmë ngushësisht me Italinë, do vazhdojmë të çojmë përpara të gjitha projektet e pravambetura, të cilat tani më janë vënë në rrugën e zgjidhjes. Shumë faleminderit drejtorit të OST-s. Kam shumë fjalë sinqerisht të ndjera dhe të mira për të, por do të mjaftohem duke thënë se është shembulli i profesionalizmit dhe i vendosmërisë. Dhe mbase mund duket e tepërt, por nuk është e tepërt, duhet të falenderoj Ministrin e Energjisë për leadershipin e tij, për vendosmërinë e tij dhe për faktin shumë të rëndësishëm që mbas meje është i dyti njeri më i pakënaqur në Shqipëri për situatën ku jemi, jo sepse nuk kemi bërë shumë, po sepse e dim shumë mirë që kemi shumë për të bërë dhe jemi të vetëdijshëm si askush tjetër që njerëzit kanë plotësisht drejt që çdo ditë të presin më shumë. Padurimi i tyre është plotësisht justifikuar sepse janë tallur, janë në përkëmbur, janë tërhequr zvarr vite e vite të tëra
dhe kanë një drejtë madhe. Të presin nga ne, se po nuk e bëm ne, vjen shumë keq ta them. Askush tjetër nuk e bën dot. Shumë faleminderit.